Muhabetet e kalume kemi folur për rrugtimin e njerit qysh në etapat e parë. Edhe kemi me rritë e pika ku njeriu pajiset me krijesën më të rrezikshme për ta eduku, që ka emrin nefs apo ego. Në Kur'an ne kemi 7 kategoritë nefsit që përmenden. Edhe normal të në përket sufizmin, esenca është edukimi i nefs, i egos. Çka kishim na thonë për edukimin e egos? Edukimi i egos nuk bëhet vetë. Njerit i duhet një usta, një mjeshtër për me eduku nefsin, ashtu si që përmendëm edhe mjeshtri i parë, edukusi i parë i Hazreti Ademit është Zoti vetë. Edhe Ademi si vazhdimsi të çdo njerë, ajo shfaqet Ademijeti, Ademllëku i Hazreti Ademit, edhe çdo njeri ka nevojë për një udhëzues, murshid, një mjeshtër për m'ia mësu rrugën e edukimit të egos. A ka ndonjë njeri për shembull në histori që ka arrit paket murshidin, paket mjeshtrin me eduku egon e tij? Po ato janë të rralla dhe nuk janë model për mu ndjek. Se ato edukohen vetë prej Zotit, ata persona. Po ato janë të pakta dhe Zoti zgjedh ata për mi eduku, për mi pjek për një punë. A njerëzit normal kanë nevojë për një mjeshtër. Sigur talent, jo, kjo dikush prej në lindje ka talent muzikës ose të artit, pikturimit ose diçka tjetër, po nuk mjafton veç talentin, shumicën e rasteve duhet edukim edhe trajnim special për atë. Trajnim për atë. Pajtona plotësisht, po për shembull njeriu i kohëve të sotshme e ka shumë problem edhe shumë të lashe me pranu dikën si mjeshtër edhe si trajner. Zakonisht njerëzit sot kemi vrejt që tentojnë, disa prej tyre tentojnë vetë me u marrë me veten e vet. Një shembull i bukur është i kësaj çështje për dikë që do me shku në fitness. Fitnessi është i destinuar për me rregullu të jashtëmet e njerëzve, trupat e tyre. Edhe aty e keni instruktor. Po dikush që hyn edhe i përdor këtë pajisjet pa mjeshtër, në fund e shet që nuk ka rezultate dhe lodhet. Përfundon keq. Përfundon ndoshta edhe keq për shkak të peshave trauma, për shkak të parregullsive, për shkak të keq menaxhimit të ushtrimeve. Gjithashtu edhe në aspektin e shpirtit, nevojitet dikush që e ka eduku shpirtin e vet, ka kalu prej niveleve shtazarake në nivelet më të larta shpirtërore. Edhe kjo është arsyeja pse duhet me pranu. Kemi folur në epizodat e kalume qysh njeri ka nevojë për me pranu murshidin kuptimin e uljes mendjemallësisë. Po ashtu përveç që të ulja mendjemallësisë është edhe që rruga me u bë më e lehtë. Me u bë udha më e lehtë. Të kthehemi te 7 nefset që Kurani i Madhnushëm i përmend. Fillimisht është nefsi i parë që ne e quajmë nefsi e marre. Kemi folur në pika shkurta herën e kalume. Nefsi e marre, nefsi që urdhron për keq ose i prirur për me qenë shkatrues, për me bë keq. Zakonisht e vrem në jetën e përditshme tek njerëzit që i dojmë edhe ata që nuk i dojmë. Që nefsi e marre gjen shtrirje kogjo të theksume. Sidomos sot në kohën e këtij kapitalizmit kaq të tegër. Sot është bë mod. Është mod për mu ndjek. Për mu ndjek. Ky lloj nefsi çysh përmendet në Kur'an, është rasti te Hazreti Jusufi alayhis salam. Jusufi alayhis salam zakonisht nështroi një pyetje, cila është arsyeja që ka përfunduar në burg. Përderisa është i pastërt nga shpifja e Zelihas. Arsyeja pse pranon me u fut në burg Jusufi alayhis salam është thot edhe pse unë nuk e kam bë këtë vepër, nuk do thot që s'është dëshira e egos teme tult me bë këtë vepër. Do me thonë, egoja eme është e prirur për me bë kësi vepra të këqija.
domethënë arrin nivelin më të lartë të fajsimit vetës. E fajson vetë. E fajson vetën. Jusufi alayhis salam thot, unë nuk kam qasjen këtë vepër, nuk e kum prek me dorë Zelihon. S'ka gabu. Nuk ka gabu. Ligjërisht është në rregull, është i pastërt. Po natyra pejgamberëve është më na mësu me gjetë zanafillën e problemit të gabimit. Nuk është me lënë sipërfaqësisht asnjë çështje. Edhe pikërisht edhe rruga shpirtërore, si suluki na mëson me kuptu gabimin tonë. Për shembull te Yunusi alayhis salam asnjë është çështja kur futet në barkun e balenës që e braktis popullin e vet. Në mesin e krejt errësirave Yunusi alayhis salam e kupton që fajtor është ai. Thot, i patmeta jeti o Zotë, unë i bëra vetë, anë ke një kuntu minë dhalimin, unë i bëra vetës tim me pa drejtësi. Dhe më thonë, arrin pejgamberët më na mësu formën më të mirë për me e gjetë arsyën pse ndodhin disa gjona të kuptim të atë pa kuptim të njëtën tonë. Pikërisht është nefsi e mare, është egoja e ullt, që e shty njeriu për me... Çka e shtyn me bo? Na kemi folë që egoja tenton me i bo konkurrent Zotit. Edhe në fillet e para, njeriu tenton me paraqit si të pavarur për çdo lloj krijese. Fillimisht është në moshën e hershme të adoleshencës shfaqet inati edhe urrëtia ndaj babës. Ma vonë kalon edhe ndaj çdo krijese tjetër. Dhe fillimisht tenton egoja që njeriu me fut në rrugët e paprovume. Cilat janë ato? Po rrugët e paprovume të njeriu, për shembull, njeriu si qenie e pastër që vjen këtë botë, nuk i ka provu shumicën e ligësive që i nin për jashtë. Edhe në edukatën familjare rritet që vrasja, e keqja, përdhunimi, rrana, mashtrimi, tradhtia, arroganca, krejt këto ndoshta nuk i ka provu, po nin për to që janë diçka e keqe, që nuk duhet me i bë, po njeriu egoja e shtyn me i provu ato. Janë tërheqëse. Po bën shumë tërheqëse bëhen. Ne kemi te feja e kemi një problem që fetarët zakonisht përfundojnë të e fajsu shejtanin. Edhe nuk merren me egon. Kjo është me shfajsu vetën, dhe me s'kam faj. Me shfajsu vetën. Cili është dallimi mes egos edhe shejtanit? Na duhet me kuptu që shejtani është detyra e tij, detyra e djallit, është njeriu me shti me bë një vepër që se ka bë kurr. Detyra e egos është me përsërit atë veprën e keqe. Tash për shembull, nëse njeriu përdor një substancë ndalume, kjo është prej cytjeve të shejtanit. Shejtani e bën më tërheqëse, bën më të bukur, e bën më qetësuese, bën më relaksuese. Edhe njeriu përfundon te substanca e ndalume. Kjo është hera parë. Shejtani ka arrit me po sukses. Masnej shejtani nuk vjen më thonë që pije. Është pje egos tonë. Tash egoja jote është mësu me gjetë një lloj rahatie në çat ndalesë, në çat substancë ndalume, edhe egoja thot, unë kam nevojë për ato që ma ke qu herën e kalume. Unë kam nevojë për atë vepër. Tash nëse njeriu nuk kallzon karakter të fortë, karshi kërkesave të egos, egoja veç ko me u trimnu dhe ko me u fry, edhe ko me pos shumë atlet me urdhnu njeriu me hy në secilën në rrugë të keqe që në çdo rrugë të keqe të mundshme. Tash masnej njeriu bëhet robi egos tina, saqë Zoti në Kur'an thot, ata e morën egon e tyre për Zot. E morën egon e tyre për Zot. Zakonisht sot për shembull problemet dhe çrregullimet që paraqiten në botë, problemet psikoseksuale, njerëzit tentojnë mi rehabilitu me emërtime të bukura, në kuptimin që unë e kam këtë probleme dhe du të më pranu shoqëria. Njeriu përfundon sot i smur psikoseksualisht për shkak që e ka përfundu krejt veprat e këqija. Dhe ka nevojë me u tjetërsu si lloj. Nevoja tjetërsimit si lloj, ato e shtyn me provu gjona që ndoshta kur ka qenë më i ri edhe më karakter fort, ose më e re edhe më karakter fort, është turpnu pe vetës veç me menu.
ose është turpnu vish nëse ka një për dikan që po bën gjona tilla. Sot është e keqja tu u normalizu dhe rehabilitu mesin ton çat shumë, saqë mo po i hub kuptimi. Po i hub kuptimin gjithçka, po i hub kuptimin. Kjo është egoja e parë, edhe pse ka shumë materiale për me fol këto. Pastaj na kemi çysh reagon egoja e parë ai që është fetar, çysh reagon egoja e parë. Ndryshe pe reagimin e ka njëri pe tjetrit, po në esencë është ego që urdhëron për keq. Për shembull, tani fetar çysh reagon egoja nefsi e marrë, egoja e parë. Te fetari reagon me mburrje dhe krenari. Ti je më i mirë se sa ata që nuk praktikojnë. Ti falësh, ti agjeron, ata nuk falin. Te dietari reagon ndryshe. Ti je më i zgjedhur i Zotit se ti je më i ditur se ti ke bë mund. Te artisti, këngëtari, te secili domethënë egoja manifeston të keqen në kapacitetin e njeriut. Po nuk do të thotë që edhe tek çobanin mal nuk ka ego e marrë, ka nefse marrë, ka ego fillestare, çdo kategori ka domethënë. Bile edhe të i çmenduri ka. Kupton, ka edhe të i çmenduri. Te cili i çmendur shtrohet pyetja, te gjysmë i çmenduri. Te ai i cili një pjesë të kohës e ka me vedije, një pa vedije. Edhe kjo është sfida e tina që ai mundet me rregullu veten, por ai ka zgjedh me met këtë gjendje edhe është shumë e konvenueshme me jetu sot si budall kushtimisht, për shkak se nuk je përgjegjësi, nuk je llogari, edhe je i lirë me bo gjithçka, nuk je peng i kodeve, i etikës, i zakoneve, i traditave, i sheriatit e kuta dia. Levamja? Nefsi i dytë është levame. Nefsi i dytë është egoja vetë çortuse ose egoja penduse. Kritikuse. Po, ajo që e kritikon veten. Çfarë do të thotë egoja kritikuse? Pse Zoti betohet në këtë ego? Në surën Qiyame, ajeti i dytë, Allahu thotë: "Wala uqsimu bin nafsi lawwama", dhe betohem në egon vetë çortuse. Për shkak se njeriu ka arrit me fajsu veten. E ka pa gabimin, edhe në esencë Allahu i madhruar i shkakton këtë veprat, ose nuk ndodhin pa lejen e tij. Qysh do kofte interpreton, ai është shkaku i parë i secilës vepër, dhe kur njeriu arrin te niveli me i thon vetes që un kam faj, Zoti betohet në këtë nivel, edhe lavdohet para melekëve me këtë nivel. Domethënë, ati ndodhi e keqja, ati ndodhi gabimi, ndodhi gjinohi, ndodhi mëkati, ai prap po thot unë jam fajtor, unë e shkaktova, o Zot falem. Nuk po e fajson Zotin, se në nivelin e parë, fetarët prirën tu mshef mas fjallës kader. Caktimi Zotit, çka do të ndodhi. Ose shejtani ose kader. Po kader, thot është. Unë thot jam hajnë, po është kader, thot. Unë thot jam burri mirë, është kader. Dhe më thonë, e kur mri njeriu me pranu edhe kaderin, po edhe fajin e vetë, Zoti betohet në këtë nivel. Kjo është niveli i dytë, ku njeriu nuk hek dorë pe gabimeve. Nuk bëhet i pagabushëm. Vetëm është në vetdije se ka gabu. Është në vetdije se ka gabu, edhe njeriu pra e sheh të keqen. Ka njohuri mbi të keqen. Nuk ka veç informacion. Ka njohuri mbi të keqen. E ndjen se ka bo keq. Kjo e ndjen, do të thonë, e ka plën ndërgjegja e brendshme se ka bo keq. Pastaj, nëse njeriu rrin gjatë në këtë lloj ego, ka me përfundu një jetë me vujtje. Ka me shku edhe tu qajt, edhe tu qesh. Nuk ka me përjetu knatësia së në qatë keqen që tu e bodë. Po këta. Në më thonë edhe është gjendje shumë e ranë kur njeri... Pishmanli në dyon, gjendja ma e ranë e mundës më është kur njeri e bon një gabim, e bon një gjyna, edhe nuk ndjen knatësi, o tu e bo me lot. Unë mene që kështë në ashtë atë ndëshkimeve ma tramat, që mundet një përjetu njeri. Të pak të ndikush që tu përjetu knatësi, thot, po knasë të shakiti, jam të knasë, thot. A mu me që thotu kjo është më i mirë. Në krahasimet të parë, kjo është më i mirë. E treta? E treta është mulhime, egoja frymëzuese. Zoti e frymëzon.
njeriu, ka vedi të qarta të plotë mbi të mirën e mbi të keqen, i lehtësohet rruga për ka e mira. Për shembull kemi një ajet në Kur'an që thot ne ato që udhëzojmë ka ne, ja bëjmë të lehtë punë të mira. Ja lehtësojmë të mirën, kurse ato që devijon, ja bëjmë të lehtë punën e keqe. Edhe ja bëjmë tron punën e mirë. Çka do thot me të frymëzuar Allahu, me frymëzuar egon? Me frymëzuar Allahu egon, nivelin fillestar është njeriu me identifiku të mirën edhe të keqen. Me i do. Domethënë me ditë që është e keqe. Kjo është frymëzim. Domethënë njeriu me tentu nëpërmjet shqisave tina të njohura me arrit me dallu çka është e mirë e çka është e keqe. Qoftë nëpërmjet nuhatjes. Nëpërmjet shqisave vetëm apo edhe inspirim shpirtëror? Patjetër është inspirim shpirtëror. Po tani aktivizohen edhe shqisat aktuale. Po kupton se te e para nuk ka aktivizim të shqisave. Jo, vetëm midan. Po kupton në nefsin e parë, në egon e parë, kokaina edhe mielli i bardh janë të njëjta. Në nefsin e tretë, dikush që ka mprehësi edhe ka frymëzim të brendshëm, ka me arrit që nëpërmjet të pomorit me dallu çka është mielli, çka është kokainë. Ka me arrit nëpërmjet nuhatjes të thellë me arrit. Domethënë zhvillohet shisa e nuhaturit, zhvillohet shisa e të ndëgjuarit. Për shembull, ndëgjon një mohabet pe dikujt, ndëgjon një llaf pe dikujt. Ky është i frymëzuar me ditë ku është funi i atij mohabetit, edhe parafërsisht e din që nuk ka dobi prej atij mohabetit. Apo kupton? Zakonisht kemi na njerëz këtu mendje prart, apo kupton ç'e thonë? O llafin e parë si e tha e dita ku të dosh me dal. Kjo është si frymëzimi i Zotit që ai më arrit me pa. Arrihet gjatë në këtë nivel, kjo është niveli më i rrezikshëm sa i përket nefseve. Dikush thotë është më i rrezikshëm se i pari. Në aspektin shpirtëror mundet me qenë edhe më i rrezikshëm se i pari, për shkak se te ky lloj nefsi njerëzit kanë deviju. Pse kanë deviju? Të parë që kanë deviju te ky lloj nefsi janë ata që sot merren me fall. Për shkak se me magji, me parashikime, me letra tarot. Për shkak se kanë fillu frymëzimin e Zotit me pasin një aftësi jashtëzakonshme e tyne. Edhe si të vetën. Kjo është e jona, thotë shumë, po di me ja u qëllu gjanave. Po di me ja u qëllu gjanave. Nisi pranohet duaja ka pak. Nis me mendu veten si ma e vlio, si ma i zgjedhur i Zotit. Edhe këtu është rreziku i devijimit. Për këtë arsye kërkohet çdo herë nevoja e një udhërrofysit. Udhërrofysi murshidi është mjeti kryesor për me rujt nefsin e tretë me kalu te i katërti. Njeriu i zakonshëm mundet me mrri vetë te nefsi i tretë. Po, unë mendoj të paktën kështu që mundet me mrri deri te nefsi i tretë. Çysh mundet me mrri? Na kemi plot njerëz prindrit ton, ta afërmit ton, njerëzit që i njohim që nuk kanë pas murshid, nuk janë marrë me edukimin shpirtëror, ata kanë arrit deri te nefsi i dytë ose i tretë. Të paktën ai ka arrit me ditë çka është e keq e çka është e mirë. Të paktën ka arrit me kanë një larg pamësi. Kanë një larg pamësi domethënë, apo din, ka bënë rrugtim ai. Jeta ja ka mundsuar me bëni një rrugtim edhe me përjetu gjëra të ndryshme, sfida të ndryshme, vështirësitë që i ka përjetuar në jetë kanë çu dete. E kanë pjek ato. Dete e treta eventualisht mundet me mrri njeri nëpërmjet ibadeteve të përditshme, rutinave fetare të përditshme, po masnena zhvillim tutje nuk ka. Pa udhërrofyes nuk ka zhvillim tutje. Pse nuk ka pa udhërrofyes? Për shkak se ne kemi një ego që urdhron për keq, e cila ego bëhet që kërkon falje, e cila ego bëhet që frymëzohet, tash këto janë gjendje momentale. Kjo ego ka nevojë për mutmaine. Çka është mutmaine? Është bindje e thellë, e plot në krejt këto çka i folën. E për me kalu të bindja e thellë e plot, kërkohet domethënë sfida edhe prova shumë të larta se sa këto provat sipërfaqësore. Na ndëgjojnë në historinë e tasavvufit shumë raste ku murshidët e mëdhenj, mjeshtrit e mëdhenj, nxënësit e tyre i kanë sprovu me sfida shumë trona, edhe ndoshta sot pa pranueshme për njerëzve.
zakonisht gjojmë dietar, gjojmë evlia, që të kalume kanë qenë dietar, kanë qenë gjykac, kanë qenë me pozitat në alta, ajo ka detyru me kap mëlqi, me vendosë në Hazreti qafën e vetë. Mevlanën ja ka djeg librat. Ja ka djeg librat Hazreti Mevlanës Shemsi Tebrizi. Aziz Mahmud Yda i vakfën, do më thonë, e qet me kërku, me mu bo lëps. Haxhi Bajrami bëhet në fillim shqetësi mëlqijes. Po. Do më thonë, gjojmë plot kësi raste ju në semre, përfundon. Tukon pjedestalin më të lartë, Pjedestalin më të lartë, bëhet më jult. Bëhet më jult, i bëhet një shërptor i pa vlerë. Para njerëzve. Para njerëzve. Yunus Emre, që është i njohur prej Kadi Gjykac, përfundon në mbledhje druve, mbledhje druve kur gjo, përfundon kërkusin i qenit në për rrugë të qytetit. Domthonë punë të më tulta të mundshme. Ka shki parasysh një fetar me shtime u kujdes për qenin, sa është sfiduese. Pejgamberi se ka çu kërkan. Po, edhe shtrot pyetja, po. Pse ndodhin këto kur pejgamberi nuk i ka sfidu kështu sahabët? Më fal zotëri. Pejgamberi ka bo luftër. Po. Pejgamberi u ka ndru vendbanimet. Po. Tu kanë se më mirë në Mekë, çu me shkun në Medinë. I ka detyru mu përla me familjen. Ka detyru në luftën e Bedrit, do më thonë që në... Baba me djalin ka luftu, vllavi me vllavin ka luftu. Do më thonë, nuk është... është më e rëndë se... Cila është më e rëndë, tash për shembull. Sa jemi në gjendjen e sot babës tonë me i thonë ditën e mirë, unë po dal pi shtëpis për shkak bindjeve fetare. Sa jemi në gjendjen me i thonë shokut ditën e mirë, unë nuk rrimë me ty për shkak bindjeve fetare. Sa jemi në gjendje shefit me i thonë na. Zvim punë se ti po ma shon fejen. Ti po më thu lëvizja dëshonit është më e mirë. Adin? Ashtë do me thonë, se cili kemi sfidat e tona, po që i te i kalojmë dhe me ka, se batë ma dhe hajtë, rejtë, shuri punë të tua, ma se falë, sabri është ma i mirë, ku ta dione. U koptan, ja, hodit janë të na ju për mi krye, por na do të me duru. E presmi ma me hdien, shtë kena shtyqin i 1400 vjetë, edhe vazhdojna me shtytu tje. Do me thonë, sfidat nuk nalen as njëherë, sprovat nuk nalen as njëherë, për me arrit na dete qaja vërteta, po na prap se prap, shenjat e Zotit i nënvlerësojna. Është një ajet shumë mirë nëse shumë Kur'an. Kush ja kthen shpinën përmendjes tem, dhikrit tem, ka me jetun këtë jetë i damkosur, i njollosur, dhe në botën tjetër do të rinjallët i verbër. Ai do të thotë, o Zot, pse unë rinjalla i verbër kurse unë kum pas hy? Thot sepse ti thot, shenjat e mia i nënvlerësove, shenjat e mia i harrove, sot qofsh i harruar edhe i nënvlerësuar. Ti qofsh i harruar edhe i nënvlerësuar. Osa të njeriu ta gjenë murshidin e vetë, që e ka obligim e ka me gjetë murshidin e vetë, e ka farz të pa diskutu shumë e ka me gjetë udhërofysin e vetë, për me njoft vetën, me pastru egon e vetë, prej egos së tretë, kalohet të egoja e katërt mutmaine, do me thonë, arrin deri të bindja e thellë e pa lëkundur. Njeriu është i bindur. Shtrot pyetja, çfarë ndodh kur njeriu është i bindur? Njeriu kur është i bindur, andalen sprovat as pak. Vetë se shtohen. Se Zoti thot, a mendua njerëzit që nuk do t'i sprovoj pasi që besuan? Jo, përkundrazi, unë do t'i sprovoj që ta shoh se cili prej jush është i sinqert në atë çka e po han. Domethënë sprovat veç kanë më ushtu. Mirë po, ti je i bindur thellësisht se prej kujt po vinë sprovat, edhe siç thot mjeshtri ynë, thot sprovat janë 3 lloje. Janë sprovat tek njerëzit e dobët. Kur sprovohen, thot ata lëndohen. Edhe thojnë fjalë që Zotit nuk i pëlqejnë. Çka më gjet mu, mirë për mu, ban jetë histerike, vetëm ankohet, çdo ditë gjon diçka, gjon koprirje për me u anku. Këta janë domethënë njerëzit që në sens nuk janë sprovuar, po janë ndëshkuar. Janë të ndëshkuar. Sepse sprova, po nuk pat përmendje të Allahut, është ndëshkim. Po pat përmendje të Allahut, do me thonë, është një sprove bukur që Zoti po do më të tërheq, edhe më të afroa për vetës ti. Grupi i dytë janë ata të sprovuarit që bojnë durim, bojnë sabër. Zoti kështu e ka shkru, thot, s'kemi çka me bo, ta ti na jemi, taj do të kthehemi, inshallah do të kalojmë me lehtësi, Zoti madh na ndihmoft, të përmend Zotin. Ky është grupi i dytë. Edhe grupi i tretë janë dashurit e Zotit, evliat, që sprovat lodhen tek këta njerëz.
edhe shkojnë në kohën sprovat e Zotit. Thojnë, o Zot, çfarë krijesë është ky që na ja banëm këto, ja banëm këto, ja banëm këto. Ky nuk e prishi gjendjen e tij. Gjendja e tij nuk lëvizi për asnjë moment. Domethënë, nuk u drill çepalla e syve tij. Çerpiku i tij nuk lëvizi. Zemra e tij nuk u dradh. Domethënë, çfarë janë këta njerëz? Kjo është grupi që sprova lodhet në raport me ta. Kur jemi te bindja, te egoja e bindur, domethënë njeriu shumë ma lehtë e ka me përballu sprovën. Sepse sprova nuk e detyron me shku në rrugë të gabume, sprova është i bindur, nuk kthehet në shirk. Nefsi mutmaine nuk e kthen njeriu në shirk edhe në çyfër. Mosbesim edhe në ortakrim me Zotin. Nuk e kthen. Pse nuk e kthen? Se në egon e parë, në egon e dytë, kur i ndodh një fatkeqësi njeriut, ai mundet me dalë për vetës e me thonë, sikur t'ja bëja kështu, sikur t'ja bëja ashtu, sikur t'a provoja filan doktorin, sikur t'a provoja filan metodën, e këto sikur, nuk lën hapësirë për fuqinë e Zotit më mush. Çka ndodh kur njeriu është i bindur? A mjafton vetë kaq? Nuk mjafton. Pse nuk mjafton? Për shkak se njeriu nuk është qenje që duhet me u bind edhe me jetu të njëtën është. Njeriu është qenje që do të me përjetu kënaqësi. Fill pas kësaj është nefsu radhje. Egoja do më thonë e kënaqësisë. Me u borazi, mas nej. Çka do më thonë me u borazi? Me u borazi do më thonë është një lloj nefsi ku gjithçka që ka ndodhur për rreth teje, ti i bindur që është prej Allahut, po jo vetëm kaq, po ti edhe i kënaq çka u të bo Zoti me ty. A është vdekja, a është sëmundje, a është humbje pasurisë, për ç'është më rëndësi. Ti e din që Allahu i madhruar o të bo këtë katrahur për rreth teje, ama në sytë e njerëzve jetu ju dhimbët, kanë dhimbje për ty. A ti në brendësim të ndë ki knatësi, ki dasën brendësim të ndë, apëdin. Se nuk e din ata far intimiteti, far bisede kiti me Allah në madhruar. Nuk e din ata se jetu knashti me ta. A ke po për shembull kur e shohim në një video një prindit ose një nanës që i ka vdek, ju ka vrar djalin luftë. Edhe e shohim Gaza. E shohim bindjen e sajna. E shohim domethënë itikadin që ka prish heq, neve aja në qëtë për tokë për shembull. Na shkrinë aja. Na nkomi për punë pa lidhje. Ne për çka nkohemi njerëzit që ka përjetojnë. Ne kemi pasur në luftën e fundit, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, edhe në Bosnjë. Kemi pas kësi nana, kësi baballar që domethënë me dashninë më të madhe në çu kanë thonë Zoti na i ka fol këta fëmijë, na Zotit ja kemi kthy këta fëmijë. Edhe për neve o krenari halal, gjini ju qoftë, halal muni ju qoftë, gjaku ju qoftë, se çka kanë bërë këta, domethënë u banën dëshmues Zotit, dëshmitar Zotit u banën tokë. A mjafton veç kaq? Edhe Zoti kënaq. Do të me qenë edhe Zoti i kënaqur me ne. Mërdhije, domethënë kur na marrim informacione nefsi i gjashtë. Po nefsi i gjashtë, kur ne informohemi që Zoti është i kënaqur me arritjen tonë. Kjo domethënë është kulminacioni kur Zoti fillon me u kënaq me neve, edhe për neve shtohet kënaqësia më shumë. Dhe Zoti thot Allahu që shton kënaqësinë e tyre. Shtrohet pyetja tash, kjo rruga do të më çudë te kënaqësia, a do të më përjetu gëzim këtë rrugë, me që po përmend një kënaqësinë e dyanshme. Kjo rrugë ka edhe një gradë më të lartë, që është kemalijeti, është përsosmëria, në përsosmëri as kënaqësi nuk ka. Në përsosmëri nuk ka kënaqësi. Për shkak se kënaqësia është diçka që do të më qenë momentale. Apo kupton, do të më qenë momentale. Çka përjeton te fundit? Te fundit çka përjeton? Milosi Safije në disa. Ose Safije, më e përsosur, më e pastrumja domethënë. Në nefsin e fundit çka përjeton njeriu? Në nefsin e fundit njeriu arrin me qenë në energjinë e Zotit. Duroj krijesat e Zotit çysh i duron Zoti. Në kuptimin jo sabër pasiv ku ti hesht para ne. Nuk i duron. Nuk i duron, po ti i mirë kupton veprimet e tyne. I mirë kupton veprimet e tyne. Na përmendëm për shembull qysh evlijat e Zotit
qonë merren me do punë të pakuptimta. Thjeshta. Do punë shumë thjeshta, e çon kohën me një fëmijë, ndoshta e çon kohën. E kalon kohën 2-3 orë me një fëmijë, ti nuk i nerva ndoshta më marr me një fëmijë. Me duru ato çarat e tina, kërkesat e tina, pyetjet e tina, i dashuri i Allahut domthon kënaqet me një fëmijë. Kënaqet me një fëmijë se e sheh si fryt Zotit. Domthon ai nuk e ka shef njëjtë, si fëmijët si të majt i sheh njëjtë, domethënë, apo kupton. Për to, o ken kryet vendit, o ken fund vendit, është gjithçka në rregull. Për to si nuri, si në haje, domethënë, është e njëjta. Si në pikëllim, si në gëzim, është e njëjta. Kjo është ajeti salati daimun. Po, salati daimun. Ato janë namaz non-stop. Vazhdimisht janë namaz. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim daimun. Ka shpëtu besimtarët, cilët janë non-stop namaz. Vazhdimisht namaz. Domethënë, namazi i tyre është namaz tu kthej ka kibla. Jo namaz fizik, por në gjendjet namazit. Në gjendjet namazit, ata zemra e tyre është përmendje në Allahut. Zotën dhe pejgamberi alayhis salam kur i përshkruan dashurit e Allahut, ata kanë zemrat e Ibrahimit alayhis salam. Po, evliat kanë zemrat e Ibrahimit alayhis salam, mrekullitë e Isaut alayhis salam, mrekullitë e Isaut alayhis salam, mençurinë e Musait alayhis salam, edhe karakterin ta. Domethënë, çka kanë pas këto? Pejgambert? Po. Çka kanë pas? Po, këto veçoritë. Po veçoritë e tyre, për shembull, nëse folmi për Ibrahimin alayhis salam, veçoria e Ibrahimit alayhis salam është shumë e madhe. Pse? Se Zoti thot, ajo është i barabartë sa këtë bota. Ummeten wahiden, thot një popull i vetëm është ai. Tash një popull i vetëm nuk mundet me u shoqëru me dikan. Një popull i vetëm nuk mundet me u lidh me diçka. Natyra e Ibrahimit alayhis salam është paksa rebeluese. Në fillet e para ti është paraqet një rebel pozitiv. Se nuk pranon me kundëridhujve. Është kundëridhujve. Edhe për këtë arsye pejgamberi alayhis salam thotë që modeli jam thotë është Ibrahimi alayhis salam. Baba jon është Ibrahimi alayhis salam. Edhe shuhet si baba i profetëve. Rrugtimi i tij, kërkimi i Zotit, tu përdor figurat astronomike, tu i përdor planetet, yjet. Kjo është Zoti im se është më i madhi. Kjo alegoria dhe metafora e tij është shumë e thellë, saqë ta zgjon vetdijen ty. Ai ndoshta bën një gabim për veten e vet që i thot Zot diellit, po don ty më ta zgjo vetdijen që. Se edhe ti i thu. Edhe ti mos u mashtro me këto. Po, kujdes të kanë po e marr për Zot. Unë po ta bi shembull diellin, ai është i perëndueshëm. Po. Unë po ta bi shembull hënën edhe ai është e perëndueshme. Domethënë, rrugtimi i tij është shumë interesant. Masnena jeta tina, familja e tina. Edhe në aspektin familjar, ai është një shembull i përkrym se çysh është i gatshëm Ibrahimi alayhis salam me sakrifiku gjithçka për Zotin e tij. Po, edhe djalin e vet. Edhe djalin e vet, domethënë që e kërkon një herë me fos një djalë, masnena Zoti e provon direkt me atë djalë. Tash se zemra e tij është e palëkundur. Ne sot kemi nevojë me pas një djalë, me u kënaq me ta. Po ne nuk e mendojna që për Zotin mujna me bë kurban çka djalë, me sakrifiku. Ne sot kemi nevojë me pas pasuni. Ne kërkojmë pasuni, kërkojmë famë, kërkojmë pozitë, kërkojmë gratë bukura, kërkojmë gjithçka të kësaj bote, po nuk e mendojna pjesën që na do të më dhon ato për Zotin. Tash Ibrahimi alayhis salam e kërkon djalin, Zoti ja jep. Ja jep djalin, Ismailin. Ismail me përkthy është i dëgjueshëm i Zotit. I dëgjueshëm i Zotit. Tash kur ja jep Ismailin Ibrahimit alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam urdhërohet me bë kurban, me u çu me prej. Edhe shkon i thot djalit vishu bukur. Bajram thot, vishu bukur. Vishu bukur thot se kam atë prej për Zotin. Po simbolika Zoti e zaventson me një dashë këtë diun. Nuk është poenta e kurban bajramit me u çu me bleni dash 150 euro, 200 euro, me qi gjakën Allahu Ekber çena musliman. Është me bë kurban nefsin. Po kurban nefsin tan me bë. Diçka me bë kurban. Diçka me sakrifiku për Zotin. Tekët e tua të pakën me sakrifiku për Zotin, se kur ti sakrifikon diçka për Zotin, Zoti të mund tu t'jap. Thot ti vjen të unë me hapa, unë vitet ti me vrap. Ti vjen të unë me vrap, unë vitet ti me shpejtësi terës.
Ti nuk mundesh kurrë të shty me Zotin. Allahu thot, i bleu shpirtat e besimtarëve. Po. Në pazarin e Zotit ti duhet me qit shpirtin tënd. Blerësi është Zoti. A di çfarë blerësi është ai? O të ble dikush shpirtin tënd që e ka bo. Ai që e ka bo shpirtin, ajo tu e ble. Tash e dhomja e tina, pagesa e tina është e pa imagjinueshme. Nuk krahasohet me pagesat e kësaj bote. Mirë, një pyetje. Gjatë këtij udhëtimit, ai personi që u thon, a shoqërohet me praktika personale, me ibadete, me adhurime? Personi i Për cili minimu me të i kalu ma let. Personi i Sa cili mundët edhe pa ato. Personi i cili don me bo këtë rrugtim shpirtëror, duhet me zgjedh një mushrik. Duhet me zgjedh një udhërrofyes. Po. Udhërrofyesi është i obliguar me ja bë të qartë këtë rrugtarit. Po. Ku do të qoftë ai udhërrofyes? Ku do të qoftë ai udhërrofyes, do të më shku te ai. Tamam. Edhe, sipas kapacitetit personit, udhërrofyesi ka mja caktu detyrat atij personit. Ai duhet me u bind. Janë 4 elemente në këtë rrugë. Elementi i parë është besnikëria. Elementi i dytë është sinqeriteti, elementi i tretë është dorëzimi, edhe i katërt është durimi. Mirë po nuk që sinqeriteti, kjo rrugë është veç ngarkesë edhe shkatërrim psiqiko-emocional. Nuk ja preferoj askujt me hinë këtë rrugë që nuk ka sinqeritet. Edhe e lusë se cilin që nuk e ka sinqerisht, me najtë sa ma largë kësaj rrugë. Kështu thirrje publike po baj. Si me i njoft këto udhërrofyes sot? Në kohën e modernizmit. Në kohën e modernizmit, e vërteta nuk është pengë e kohës. Nuk bje pengë e kohës asnjëherë. E vërteta është një edhe e vazhdueshme. A është kohë e modernizmit, a është socializëm, a është komunizëm, a është arabizëm, a turqizëm, hiç nuk është me rëndësi. E vërteta është darko me triumfu. Ai që sinqerisht e ka këtë rrugtim, ka me gjetë udhërrofyesin. Ai duhet me marrë seriozisht me lutë Zotin, me thonë, o Zot, unë kam nevojë për një mjeshtër që me edukon mua, më pastron mua, edhe më afron te ti. Njeriu do të më çu me bë këtë kërkesë. Ku ta gjej, do të me marrë ato. Pejgamberi alayhis salam çka thotë? El hikmetu daletul mu'min. Do urtësia është diçka e humbur, çështja e humbur e besimtarit. Ku ta gjej le ta merr atë? Kërkojeni thot urtësinë qoftë deri në kin. Tash na deri në kin shkojna për mall. Me pru mall, jo, për urtësi edhe për të vërtetën tonë, na nuk e morëm hapin. Kështu që çysh jemi, e kemi gjendjen. Ai që don domethënë me gjetë vërtetën, e vërteta nuk bie pengë e kohës, ka me gjetë udhërrofyesin e vërtetë, edhe inshallah taala ka me shpëtu. Nuk ka bukuri më të madhe se me gjetë një udhërrofyes. Nuk ka bukuri se sa me gjetë pasqyrën tonë. Nuk ka bukuri më të madhe jeta. Nuk ja vlen jeta me u jetu pa e gjetë një udhërrofyes. Nuk e jetu. Nuk mundesh me thonë që ke jetu nëse ke gjetë udhërrofyesin. Nëse je larg prej atij udhërrofyesit. Nëse s'ka dobi nga udhërrofyesi në distancën e tij, nuk ka dobi as në afërsinë e tij. Murshidi duhet të jetë i aftë me bë dobi edhe nga distanca e tij. Për neve ka dobi një person që 1500 vjet është larg neve. Pejgamberi alayhis salam. Dobia e tina ndezet momentin që ndezet zemra jote. Ajo është i dobishëm kudo që jeti. 1500 vjet distancë është. Për dika në budallakina që e besojnë atë zotni. Ama për neve okej jeta. Neve na ndryshon i natët. Na dojna mu çu më vrana u kujtohet fjala ti e lan. Na dojna mu i dhënë u kujtohet fjala ti e lan. Kjo është fuqia e kësaj pune. Pse s'beson dikush, është problemi i tij, po kupton, nuk mundemi me bind kërkan me zor. Është një fjalë thotë, na me zor njeriu të mundemi m'ia marr, po jo m'ia dhon. Me zor s'mujna me bë kërkan besimtar. Po jo po konvertohen njerëzit, kretjet konvertohen. Dish një njeri le të metë e vërteta është e vërtetë. Nuk matet kjo me numra. Nuk matet kjo me numra. E zgjatëm pak shumë, po uroj që edhe episodin e ardhshëm, muhabetin e ardhshëm me bo edhe më të qartë. Inshallah Zoti na pastron ego tona edhe na çon te egoja e përkryme, ego që Zoti është i kënaqur me ne. Alhamdulillahi rabbil alamin.